Kur jemi të fatkeqësit, më lejoni ta përmendi një shembull. Dje, disa e dini, disa nuk e dini, dje e kemi varos një vëlla tonin, Agush Malushagën, Allahu e mëshiroft, në moshën 24 vjeçare. Një djalë i cili pjesën më të madhe të jetës ka qenë i palëvizshëm, në Kolic. Dhe me të vërtet, nëse Allahu Dhul Gjelal e sprovon robin e tij, një njeri, dhe ja merr kom, ja merr durt, ja merr shnetën, s'mundet më konë as i Zoti vetës, kjo është sprov. Mirë po, a e dini cila ma sprov më e madhe se sa kjo? Sprov më e madhe se sa kjo është me bë Allahu me ta vërbu zemrën. Kjo është sprov më e madhe. Për ato, ai djalë me Kolic nuk kalon namazdiu kon, sakat namazdiu kon. Kur kam keni imam mesgjid, soda prej mesgjidit. 3 xhamia me Kolicën e tij, ndonjëherë verë, dimër, ftoftë, nxehtë, ndonjëherë ka pas kujdestar që e kanë thënë ndonjëherë vetëm. Ose është falë mesgjid, ose është falë në Pelivan Mejdan, ose është falë ka hafizin xhamit Povcit. Edhe për bukuridje, sa njerëz ja kanë falë gjenazën? Sa njerëz ja kanë falë? Kush e ka njoft Agushin? Se ka njoft kërkush se ai s'ka pas rastin me dale, me pas shoke, se Allahu Dhul Gjelal e ka sprovu. Mirë po, une isha të guri gjenazës, këshra gjenazja, e pritshim gjematin të umlerë. A dini që kam ranë mend? Edhe dashta publikisht me folë aty, po hezitojsha atë folja mës të foli. Vetë me veti fola me shpirtin tim, thash, ja Rabbi, Agushin e kena qitë në gurë gjenazës, mi a falë gjenazën. I lumi kë, Allahu ja ka marë kont, Allahu e ka bo të paaft për vetin e ti, me sakatlëkin e ti, ju ka përgjigjë Allahut. Po këta këtu që i kanë komtë dhe durt, ishin aty për rreth neve krejt. Qka jo vynë komtë dhe durt këtune, që nuk jonë sakata, e që zemrën e kanë sakat? Qka kanë me i thonë këta Allahut? Ndoshta, ma mirë, Allahu i din gjërat që ne nuk i dim, po tani unë po flasë kushtimisht. Ndoshta, ata që rinin atona, që i kishin durë dhe kom, ndoshta ma mirë u kon halli ty në më kon sakata, se nesër kur kishin me dalë për Allahut, ndoshta kishin me pas arsy. Kur Allahu ka me i thonë, o robim, pse si kira Allahut sejzde? Dhe e dini, që ka në mësën Kurani, nesër kur dalin për Allahut, gjymtyrët e trupit flasin, dora flet, koma flet, syri flet, gjuha flet, krejt këto jonë dëshmi për ne ose kundër neve. Allahu në boft më konë nasib dëshmi për ne, jo kundër neve. Për ato vëllezër, me të vërtet ajo familje ka ndi dhimbje, po pse do të me dhimbje? Neve na vjen keq që ai djalë ka vdekë moshë hershme, po pse do të më mërzit për një djalë i cili po thuj se kur gjuna Allahut si ka bo? Pse do të më mërzit për një djalë që e ka statusin e veçantë, nga pa mundësia, nga pa lëvizja, me sakatlëkun e ti ju ka përgjigjë Allahut. Ja Allah, ja Rab, duhet më mërzit ata që Allah ju ka jep komt, e ju ka jep durt, e ju ka jep shnetën, po zemër s'kan. Zemër s'kan. Zemër nuk kan. Për ato, më kujtohet një rast në Arabi Saudite, e kemi përmendë dhe ma herët, është një djalë i cili, subhanallah, e ka pas një fatkeqësi. Ka dalë me shokët e vetë, 3 me kërk shpejt, me bogara, kush po deli pari, edhe ka pas fatkeqësi, aksident komunikacioni, ka mbet i pa lëvizshëm, vetëm qafën mundet me lëviz. Dhe e ka pështu Allahu. Dhe kur e ka pështu Allahu, o pendu për jetën e ti, thot subhanallah. Sot ai burr na tregonte në 2003 para se me diplomu, kur pat ar Sheikh Nasir Omar me na vizitun Medinë, kena pas një kurs ditor. Thekë Sheikh Nasiri Allah hfadhu, nuk ka në Riyad njeri që bën davet ma shumë se sa ky burr. Ja Allah, me kolicën e tij, vetëm kokën mundet me lëviz në mënyrë të natyrshme. Me kolicën e tij, një prej njerëzve që më shumë t'i bën davet në Riyad do çaj njeri. Ja Allah, ja Rabb. Ja Rabb, ai ja din kimetin shnetën, se e ka pasaj diku shnetën, po ja ka marrë Allahu shnetën. E
E tash me krejt ato vështirësi në lëvizje, ai e shfrytëzon kohën. Dhe krejt halli i tij, dhe krejt derti i tij, dhe krejt preokupimi i tij është qysh me i thirr njerëzit në rrugën e Allahut, qysh me i shti njerëzit në rrugën e hajrit. Për ata vëllezër, le t'i frigohemi Allahut, le t'i frigohemi Allahut. E kemi edhe Gjurejgjin këtu, vëllat tonin i cili nuk në ndahet me krejt vështërsitë e tij që i ka, nuk në ndahet asnjëherë. Dhe inshallah konsiderojmë se edhe kjo është një prej vllazëve tonë që e ka dert shumë dinin, edhe jo vetëm familjen e tij, jo vetëm rrethin e tij, po në krejt lagjen e tij vazhdimisht i thret njerëzit me besu Allahun, i thret njerëzit me fal namazin, i thret njerëzit mu vetëdisu se ne ndoshta nuk ja dim vlerën shëndetit. Ne nuk ja dim vlerën shëndetit. Ne nuk ja dim vlerën shëndetit. Ju kom tregu edhe para sa jave rastin e vllaut ton Bajramit, të cilit Allahu ja ka marrë 2 dritat e syve. Kur ka kërku me mësu mu fal, kur erë momenti me i tregu si duhet me ranë sejzde, s'dike si me ranë sejzde, sa i se ka pa kur një njeri që shbijet në sejzde. U shtre krejt. I thash Bajram, jo, nuk duhet mu shtre. Sa i s'ka pa kur që shbijet dikur që sejzde. Po ai edhe pse si ka syt, ai ka syt e zemrës gjallë. Ma mirë me t'i marrë Allah syt, mos me ba kur gjallë, ama zemrën me pas gjallë. Çka të vinë syt me i pa të mirat e Allahut kur zemrën e ki dekum? Ata sy kanë më konë argument kundër teje. Ata sy kanë më konë argument kundër teje. Zemra, vllazër, zemra. Për ata pejgamberi alayhis salam tha: ha huna. Këtu tha, këtu, zemra, këtu tha, këtu takvalloku. Këtu është krejt puna, është me këtë zemrën, një cop mishi, nëse kjo është si duhet, krejt njeriu, krejt trupi i tij, shpirti i tij, mendja e tij është si duhet. Nëse kjo virone, është smu, nëse kjo ka vdek, atëherë nuk të bën punë kur gjo. Allahu na mundsof që t'i kemi zemrat e gjalla. Atëherë kur na smuhen, Allahu na mundsof që të përkujtohemi, e të këndellemi, e të largojmë smundjet dhe plogështin nga zemrat tona, inshallahu ta'ala.